Është interesante historia e Samir Stradit, është 11 herë pjesëtar i librit rekordeve Guinness. Fationi e ka marrë për Advanced Clinic, e ka shoqëruar klinikën me vepra të artit. Samir Stradi këtu ka punuar me vida apo jo? Me vida, kjo është punuar me vida, po. Është Bob Marley. Po, kjo mund ta interpretosh ti, do me thënë është një këngëtar me kitar, ngjan si Bob Marley, po interpreton komplet e shifet dhe flokët e shkallëzuar të Bob Marley. Është shumë interesant se punon me ngjyra, pra ngjyrë dorato, pak më të artë, me vida të zeza, me vida të bardha, dhe ka krijuar kitaristin, edhe kapelja është Bob Marley për kjo mos më. Dhe është shumë interesant sepse kjo është një nga punët e tij. Për jashtë ishte edhe një punë tjetër, ta shohim atë se ishte interesante. Edhe kjo interesante, sërish me vida. Kjo vajza po, është punuar me vida dhe kjo. Me vida dhe me copa metali, po sa vida përdor zakonisht për punët e veta? Do të pyesim mjeshtrin. Po rekordin me sa e ka apo se Nuk e di, një nga rekordet që kam në Portugali ishte 175 metër katror. 175 metër katror i bën me vida, duhet jenë qindra mija vida. Në Portugali ka punuar me tapa, se aty ishte një lloj peme që prodhoheshin tapat. Aty ka punuar me tapat, se ai ka prodhuar gjithë. I prodhon gjithë materialet, këto dy që fiksuam në sot janë me vida, po ka me mozaik me gur, me tapa, me kryet së dhëmbësh, ka punuar me çdo lloj gjëje të mundshme, me gozhda, është fantastik.